Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzon Serbinë se po përdor ushtrinë si mjet shantazhi për të mbajtur rajonin e Ballkanit në tension të vazhdueshëm. Ky është një provokim i Serbisë, e cila natyrisht që dëshiron ta cenojë integritetin territorial dhe sovranitetin shtetëror të Republikës sonë. Bëhet fjalë për njësi të cilat e kanë trajnuar krye kriminalin dhe krye terroristin Milan Radojčić në banjës të Zveçanit për vrasjen e policit të Kosovës, herojit Afrim Bunjaku, por në të njëjtën kohë tregon edhe pafuqinë e tyre. Shefi i qeverisë në Prishtinë u bëri thirrje edhe shqiptarëve në Preshev, Medvegjë dhe Bujanovsk të mos bien pre politikave nxitëse destabilizuese autokrate dhe shtypse të Serbisë pas demonstrimit të stërvitjeve ushtarake me helikopter dhe parashutist në zonat të banuara me shqiptar në komunën e Bujanovcit dhe pranë kufirit me Kosovën. Kurti bëri thirrje faktorit ndërkombëtar që të ndëshkojë këtë qasje destabilizuese të Serbisë. Kosovë nuk ka struktura ilegale të cilat mund ta cenojnë stabilitetin institucional, integritetin territorial, sovranitetin shtetëror, paqen dhe sigurinë për gjithë. Dhe nga kjo pafuqi e tyre që të bëjnë diçka brenda Kosovës, ta s'kan shkuar aty rrotull kufirit edhe përpiqen që të demonstrojnë forcën. Është provokim. Ne për këtë i kemi shkruar faktorëve ndërkombëtar. Ishte Albin Kurti. Sociale. Qytetarët e Ferizajt në Kosovë do të kenë një spital të ri shtetëror. Ky spital sipas ministrit do t'u ofrojë të gjithë banorëve të rajonit, përfshirë komunat Presi, Kaçanikun dhe Fanja i Gjelit, trajtim me shërbime shëndetësore cilësore duke përmirësuar standardin e kujdesit shëndetësor në vend. U nënshkrua kontrata për spitalin e Ferizajt dhe brenda 30 muajsh qytetarët e Ferizajt do bëhen me spitalin e shumë pritur tashmë, një spital modern me të gjitha kushtet në vlerë prej 24 milion euro, një spital i cili do t'i ofrojë të gjithë banorëve të atij regioni, po përfshirë edhe komunat përreth siç janë Kaçanik, Fania e Lezit dhe jo vetëm, trajtime, shërbime shumë cilësore. Maqedonia e Veriut ul nivelin e vdekshmërisë foshnjore. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu njoftoi për një ulje me 87% pas raportit më të fundit të UNICEF. Qartësi tregojnë se norma e vdekshmërisë tek të postalindurit brenda më pak se një dekade është ulur me 87% ose nga 8.1 në 1.1 raste vdekjeje për 1000 lidhje të gjalla në shtetin tonë. Ndërsa norma e vdekshmërisë tek fëmijët nën 5 vjeç është ulur me 75% nga 11.1 në 2.8% në 2.8 për 1000 lindje të gjalla në shtetin tonë. Sipas të dhënave të paraqitura nga Aliu, ulja e numrit të këtyre vdekjeve është fruti i reformave të vazhdueshme sistemore në vend, por dhe rezultati i bashkëpunimit të institucioneve vendore me organizatat ndërkombëtare. Politik. Vjojnë krisjet brenda koalicionit vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami shpreh i zhgënjur me reagimin e zëvendës kryeministrit Arben Fetai, lidhur me zhvillimet e fundit në koalicion. Kasami porositi Fetain që çdo kush që nuk është në frymën e bashkëpunimit të vlerësojë veprimin e mëtejshëm. Nuk kemi pritur një reagim të tillë duke patur parasysh faktin që vleni ka nisur rrugtimin e tij dhe duhet të vazhdojë drejt përmbylljes së këtij procesi, deklaroi Bilal Kasami. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut Arben Taravari përshëndeti vendimin e gjykatës themelore në Tetov, e cila vlerësoi që Taravari mbetet kryetari i partisë. Përmes rrjeteve sociale ai shkruan se pavarësisht vendimeve juridike, Aleanca u përket shqiptarëve. Partitë nuk janë prona personale, ata nuk u përkasin individëve, por njerëzve që i ndërtojnë, kontribuojnë dhe i mbajnë gjallë çdo ditë. Aleanca për Shqiptarët u përket aktivistëve që sakrifikuan, mbështetësve që besuan dhe qytetarëve që e votuan, shkruan Arben Taravari. Bota. Qeveria italiane heq aksizën e karburantit për 20 ditë dhe ul çmimin e naftës me 25 cent për litër. Procedura miratuar nga Këshilli i Ministrave ka qenë e menjëhershme. Kryeministri Giorgia Meloni e cilësoi këtë si një masë kundër spekulimit dhe për të përmbajtur kostot shumë të larta të furnizimit me karburant. Opozita kishte kërkuar një masë të tillë që në fillim të luftës, por tani vetëm 3 ditë para referendumit, Partia Demokratike e kritikon si një vendim me qëllime elektorale. Qeveria ka vënë në dispozicion pak më shumë se gjysmë miliard euro për të ndalur rritjet e pajustifikuara si dhe rritjen e mundshme të çmimeve të lidhura me krizën. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.